Bia Khalifa surprizohet nga Jati, një moment i paharrueshëm në Big Brother Kosova, një nga momentet më emocionuese dhe të papritura të këtij sezoni të Big Brother Kosova ndodhi kur Bia Khalifa u surprizua nga Jati, i cili hyri në shtëpi për ta takuar dhe për ta mbështetur në lojën e saj. Atmosfera menjëherë u mbush me emocione të forta, lodh dhe buzëqeshje që flisnin më shumë se çdo fjalë. Kur dera u hap dhe Bia pa të Atin përballë, ajo nuk mund të mbante dot emocionet. Shikimi i saj ishte i mbushur me habi, lumturi dhe mall të përzier. Ishte një nga ato momente që tregojnë se përtej lojës, familja dhe mbështetja e të dashurve kanë një peshë të jashtëzakonshme. Jati i saj, me një buzëqeshje të ngrohtë, e përqafoi dhe i tha fjalë që e ngrohen shpirtin, bravo për lojën që po bën, je më e mira. Ec përpara, do ja dalesh. Këto fjalë nuk ishin thjesht një mbështetje e zakonshme, ato ishin një energji motivuese që i dha Bias kuraj për të vazhduar, për të qëndruar e fortë dhe për të treguar karakterin e saj brenda shtëpisë së Big Brother. Ishte një rikthim të burimi i forcës së saj, te familja, te dashuria dhe përkrahja që nuk mungon kurrë. Banorët e tjerë që ishin pranë përjetuan emocionin e saj dhe ndjenja e përgjithshme ishte e papërshkrueshme. Shumë prej tyre u prekën nga ndjesia e ngrohtësisë familjare dhe nga mënyra se si mbështetja e prindit mund të ndikojë në moralin dhe vendosmërinë e një banori. Ky moment shërbeu edhe si një kujtesë për publikun se, pavarësisht lojrave, strategjive dhe debateve brenda shtëpisë, ndjenja njerëzore dhe lidhjet familjare janë ato që japin forcë dhe kuptim. Lotët e Bias, përqafimi i ngrohtë dhe fjalët e thëna nga Jati krijuan një imazh të fuqishëm dhe prekës, që nuk do të harrohet lehtë. Në fund, surpriza e prindit nuk ishte vetëm një takim i thjeshtë. Ishte një mesazh i fuqishëm që tregon se kur je i mbështetur nga ata që duan më të mirën për ty, mund të përballosh çdo sfidë dhe të ecësh përpara me besim dhe guxim. Bia